Liçeni i Prespës po përjeton uljen më të madhe të nivelit të ujit të shënuar në dekadat e fundit. Ndryshimet klimatike të shoqëruara me mungesë të rreshjeve kanë rritur ndjeshëm presionin mbi këtë ekosistem, duke vënë alarm ekspertët nga Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Në një raport të vitit 2022, NASA tha se imazhet satelitore treguan se liçeni kishte humbur 7% të sipërfaqes së tij dhe gjysmën e vëllimit të tij midis 1984 dhe vitit 2020. Ndërkohë, çdo rënje e nivelit të ujit mund të ndikojë edhe në liçenin e Ohrit, i ndodhur vetëm 10 kilometra larg dhe që merr rreth 1/3 e ujit nga Prespa. Për ekspertin Llazi Stojani, faktorët që ndikojnë janë si natyror, po ashtu edhe njerëzor, duke përmendur ndryshimet klimatike, mbylljen e burimit nga Prespa e vogël, zbrazjen nëntokësore drejt liçenit të Ohrit apo sistemin e hidroujitjes dhe ndërhyrjet në territor. Liçeni është pjesë e kaskadës natyrore Prespa e vogël, Prespa e madhe, Ohri, Drinëzi, Drim Bashkuar, Det. Dhe nëse Prespa e vogël shërben si burim për këtë liçen, nga 2004 liçeni nuk shërben si burim për këtë liçeni, pasi ky liçen ka problemet e veta. Prespa është një zonë me ndërtim gjeologjik gletçeror sedimentar. Tek ne zhvilluar procesi i karstit dhe më shumë zhvilluar karsti nëntokësor. Ka shumë kanale zgavra ulluqi që ky liçen komunikon në Prespën me Ohrin. Dhe e keqja është që ky liçen ushqet ose jo Ohri e Mersasin, duke ditur që ky ndodhet aktualisht 148 metra mbi Ohrin. Në treshtet e Greqisë, Shqipëri, Maqedoni, në vitet 60 për të parë, janë ndërtuar sisteme hidroujitëse të fuqishme që merrnin sasi të madhe uji nga liçeni për të voditur. Por ata kanë rruar që liçeni nuk është një hapësirë e madhe, po është një grop. Nga liçeni ynë ikën çdo vit 90 milion metër kub ujë. E kjo sasi nëse nuk dhëncohet, niveli bie. Paksimi i rreshjeve qoftë shiut dhe të borës solli që purrit në liçen të jenë të vogla dhe si pasojë kur sasia e ujit është më e madhe që ikën dhe sa vjen, niveli bie. Si vjet 2025 era 3 herë të borë. Nëse shumë i vogël. Sipas Stojanit, pavarësisht diskutimeve të shumta mes autoriteteve të tre vendeve, deri më sot nuk është marrë asnjë masë konkrete për të kufizuar tharjen e liçenit. Ka thjesht bisedime, por unë nuk shikoj gjë konkrete. Alarmin e ngrenë të shtetet, por nuk kam parë ndonjë konkreti që të gjetet ilaçi i zgjidhjes së kësaj krize. Banorët e zonës të lidhur historikisht me liçenin për peshkim dhe turizëm, po shohin se si Prespa po shndërrohet në një trup ujor, gjithnjë më të cekët duke u tkurrur me ritme shqetësuese.